Në shumë medje, kryesisht ato të paguara nga incenatorët, njerëzit e paguar nga vëllai Erjon Veliajt, Arber Veliaj, njerëzit e pushtetit kryesisht Merobaze, Carlo Bollino, por dhe në tallavat e tjera të ekraneve u artikulua nga pseudoanalistë të pavarur se Erjon Veliaj do të dilte nga burgu këtë të enjte me vendimin e gjykatës së lartë. Mund ta lënë në arrest shtëpie, se po e lanë në detyrim paraqitjeje, prokuroria thotë do na prish provat. Po s'ka çfarë prova të prish se janë mbledhur të gjitha. Nga ato përcaktime që u bën në praktikën e unifikuar, ka disa qëndrime që mund të zbusin masën e Veliajt në ditën e vijim, është shprehur Ervin Karamuçi në një dalje televizive. Madje Merobaze në publikimet e tij e quan fitore për Erjon Veliajn vendimin e kushtetueses më 25 maj. Në të njëjtën linjë u shpreh përpara seancës dhe avokati Kujtim Cakrani, i cili u shpreh i bindur se Veliaj do të dilte nga qelia. Nëse gjykata e lartë i qëndron vendimit që ka marrë në kolegjet e bashkuara, Veliaj duhet të jetë në shtëpi. Duhet të tregojë se e ka pasur seriozisht vendimin, tha Kujtim Cakrani te Top News. I bindur për lirinë e Veliajt është shprehur dhe avokati pa licencë Idayet Beshiri, i cili ka deklaruar se gjykata e lartë pas vendimit të kushtetueses është detyruar të lirojë Veliajn. Gjykata kushtetuese e ka quajtur antikushtetues vendimin e shkallës së parë apelit dhe gjykatës së lartë për masën e sigurisë ndaj Veliajt. Gjykata e lartë është detyruar të prish vendimin e apelit dhe apeli është detyruar të zbatojë vendimin e kushtetueses. Masa e atij do të hiqet dhe do të jetë më në burg, tha Idayet Beshiri 25 maj te Reporti. Të gjithë këta njerëz që dalin dhe shprehen të bindur se Veliaj do të lirohet nga qelia dhe shesin vendimin e kushtetueses si fitore të kryebashkiakut, dalin në mediat e pushtetit dhe propagandës. Ishin të pak zërat që shinin me gjakftotësi dhe thoshin për çfarë arsye një vendim unifikues apo një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili në fakt në të dyja arsyetimet e bëra publikisht, te i pari na thotë se shkarkimi i Veliajt ishte i padrejtë se nuk u dëgjua, por detyra e kryetarit të bashkisë vazhdon të ushtrohet sepse ai ka deleguar kompetencën. Tek e dyta i thotë gjykatës së lartë tani argumenton tipas vendimit unifikues pse duhet mbajtur në burg Erjon Veliaj. Në fakt, gjykata e lartë e la në burg kryebashkiakun Erjon Veliaj, i cili përpiqet të shpëtojë me skema dhe skenar të ndryshëm. Por me sa duket ligji është një për të gjithë dhe Erjon Veliaj mbahet në burg me 13 akuza të rënda penale dhe me një fakt shumë të rëndësishëm duke qenë në detyrë ai prish provat. Shumë jurist, avokat, ish gjyqtar apo ish prokuror e kanë theksuar këtë dhe publikisht duke sqaruar se në rast se Erjon Veliaj do të kishte një tërheqje nga detyra si kryetar bashkie, spaku do ta kishte shumë të vështirë për të argumentuar mbajtjen e tij në burg dhe kjo do ta çonte në gjendje të lirë. Pasi duke ushtruar detyrën, ai ka prishur provat dhe kjo është provuar, siç janë faktet e Klotilda Bushkës në më shumë se një rast. Ku ndryshon rasti Erjon Veliaj nga rasti Karçanaj? Gjatë javëve të fundit, vendimi i gjykatës së lartë më datë 7 maj për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest shtëpie në detyrim paraqitjeje për ish-detyreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj u përdor. Ky vendim u përdor nga mediat e kryebashkiakut dhe njerëzit e bulevardit të tij mediatik dhe ata të kanaleve kullues të ujrave të bardha, por dhe ata të ujrave të zeza që u mungon dhe burrëria apo karakteri që t'i dalin për zot për nosive të medjave të tyre. Gjobaxhin të sponsorizuar dhe nga vëllai kryebashkiakut Veliaj, Arber Veliaj. Të gjithë këta dolën me një tezë, me që nëse Mirlinda Karçanaj pati një ndryshim të masës së sigurisë nga arrest shtëpie në detyrim paraqitjeje dhe ndaj kryebashkiakut Erjon Veliaj do të ndryshoj masa e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie, megjithëse ai kishte kërkuar detyrim paraqitjeje për të ushtruar detyrën. Argumente tallava mediatike, kanalet e ujrave të zeza që përzihen me ujrat të bardha, të sponsorizuar, militant, ignorant, infantil, të gjithë së bashku, zdromsa, këllira mediatike, të mbledhur, të përdredhur, thanë se ishte dita e shpëtimit për kryebashkiakun e Tiranës. Në fakt këtë argumentonin më shumë dhe me vendimin e dhënë për Mirlinda Karçanajn. Po ku ndryshon? Janë 4 pika ku ndryshon çështja e Erjon Veliajt me çështjen e Mirlinda Karçanajt dhe pse vendimi i gjykatës është ndryshëm në rastin e ish-detyreshës së Akshit. Së pari, ish-detyresha e Akshit nuk është në detyrë, por është larguar nga funksioni i saj dhe nuk rrezikon provat, ndërsa Erjon Veliaj vazhdon të qëndrojë në detyrë. Pikë kjo që sjell dhe ndryshimin e dytë atë të prishjes së provave. Është e faktuar se Erjon Veliaj prish provat në më shumë se një rast. Veliaj është në detyrë dhe prish provat, Karçanaj nuk është në detyrë dhe nuk i helmon dot provat. Së treti, zonja Karçanaj është nënë e vetme me fëmijë dhe i është dhënë një masje të suese, ndërsa Erjon Veliaj nuk është prind i vetëm, përkundrazi, gjatë kohës që ndodhet në qeli, bashkëshortja e tij është Alxan tashmë dhe pret një fëmijë tjetër. Së katërti, Erjon Veliaj ka 13 akuza të rënda penale, Mirlinda Karçanaj ka shumë më të pakta akuzat, ndryshe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili në fakt duhej marrë në akuzë dhe si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, ashtu siç rekomandonte gjykata në rastin e Elmana Bulas, por me sa duket Olzdados, li shumë akuzuari nga mediat e Veliaj dhe Altin Dumanit, duket se pas kanë qenë më të butë se sa thuhet në publik.